Dhe unë kam propozuar konkretisht dhe zyrtarisht që kjo qeveri dhe kjo parti duhen shpallur organizat kriminale. Se ti për sa kohë ke kryetar, nënkryetar, drejtues, ministra, deputet, të gjithë të lidhur me krimin organizuar dhe të gjithë të përfshirë në afera korruptive, je organizat kriminale. Edhe Belinda Balloku tani shumë shpejt do t'i ngrihet akuza si organizat kriminale. Tani, në të gjithë të situatë, një nga tezat që ju keni hedhur për shembull si Parti Demokratike janë edhe zgjedhjet e parakohshme, përmes fillimisht qeverisë teknike. Që të garanton zgjedhjet, një qeveri që i garanton zgjedhjet, në bashkëpunim dhe me komunitetin ndërkombëtar, një qeveri që të garantojë zgjedhjet, se s'mund të kesh zgjedhje kur ti 24 orë përpara vendos do fal gjithë gjobat. Jo, po mirë se kështu e kërkuat dhe kështu ndodhi edhe në 17 maj në famshëm dikur. Ka pas qeveri teknike në 17 maj, unë kam qenë kandidat. Po gjitha kërkesat e opozitës u plotësuan. Jo, ka qenë paketa McAllister. U futën aty edhe ministra të PD-s. Tani edhe një herë, ka qenë paketa McAllister. Ishte një propozim për një qeveri tranzitore, jo qeveri teknike. Qeveria teknike është një qeveri që do doj kohën e vet për të organizuar zgjedhjet, se nuk i organizon dot zgjedhjet për një muaj. Ajo çfarë mund t'ju them unë është kjo. Kushdo që mendon që Rama qëndron në pushtet, tallet me veten e vet. Kjo është një çështje e kryer. Ai po kërkon një marrëveshje me këtë mundet për shpëtuar kokën e vet. Dhe patjetër është gati ai të japi Belindën, Gysin dhe të gjithë tjerët, siç ka dhënë shumë nga shokët e vet. Por loja e Ramës dhe politika e Ramës apo koha e Ramës është një kohë e kryer. Është në përpelitjet e fundit një njeri që do të shpëtojë kokën e vet. Dhe për këtë është gati të destabilizojë vendin. Por ai duhet të di që ne jemi gati të bëjmë gjithçka që ky të largohet. Me hir, me pa hir, këta kanë kryer. Çfarë do të thonë bëjmë gjithçka? Gjithçka s'përjashtohet asgjë. Po mirë, nuk ka asnjë formë. Është bërë si klishe kjo. Jo, s'është klishe fare. Po, dinë terma konkret. Unë po jam shumë i qartë. Unë jam shumë i qartë. Fillon me dhe mbaron me? Unë jam shumë i qartë që s'përjashtohet fare që nesër të gjej njerëzit në surrel. Fare. Se me hir me pa hir, po të gjej njerëzit në shtëpi, ka përzon njerëzit nga shtëpia. Ai ka përzon ky njerëzit nga shtëpia, banorët e Unazës. Ai qeverisë me zyrën te kryeministria është. Jo, qeverisë private. Nuk qeverisë nga kryeministria, ai qeverisë në WhatsApp. I pa ble mesazhet si qeverisën, si mbyllen në hapen tendrat. Ka 60 mesazhe me Berberin ai. Ja, ka institucione në Shqipëri, kanë rënë institucionet. Pra, ky nesër mos ta bitet ti shikoj aty. Po çdo ti bëni ti rrethoni. Nuk përjashtohet asgjë, fare asgjë s'përjashtohet. Prandaj them me hir me pa hir dhe ata që thonë cila forma apo cila mënyrë, pse me këto forma apo me këto mënyra, çdo formë dhe mënyrë është demokratike, për sa kohë qëllimi është potosh demokracinë. Ndaj s'përjashtohet asgjë. Dhe s'ka pse të përjashtohet. Ky është një njerëz që është kapur duke vjedhur dhe nuk lëshon pushtetin, sepse do të shpëtoj kokën e vet, po pse do presim këtë ne? Tani, nëse bëhen zgjedhje të reja, pas rezultatit shumë të keq që morët me 11 maj, nuk i friksoheni po me thënë të drejtën tani që shikoj konfirmimit Partisë Socialiste në pushtet? Po jo, mor, se ata s'kan fituar asnjë palë zgjedhje. Ata kanë vjedhur çdo palë zgjedhje. Tani që shikoj që këta çfarë paraje kanë vjedhur këta, ne që i kemi denoncuar, kur nuk na ka shkuar në mendje që këta kanë arritur në këtë pikë pasurinë. Se nuk është dëgjuar ndonjëherë që një zëvendësky ministre të ketë 300 apartamente, apo që një njeri të ketë 3 milion euro shishever. Ta me gjithë të para që kanë hedhur dhe kanë bërë, ne ta turp që pas kanë marrë vetëm kaq mandate. Që të kesh 3 milion euro shishever. Do të thonë ju jeni të bindur që fitonin ose bëhen zgjedhje të reja? Po pa diskutim, 100%. 100%. Dhe unë po ju them, kjo është një çështje e kryer. Dhe është koha njerëzit të hypin kësaj rruge, se do të ngelen mbrapa. Është çështje e kryer. Këtë se them unë, e thot koha, e thot situata, e thot gjithçka. Nuk ka qeveri, nuk mbizotron dot një qeveri në Shqipëri që nuk është e përshëndetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është çështje e kryer. Kaq. Kush doj, le të hypi treni që po shkon drejt stabilizimit të demokracisë në vend. Kushdo të rritë rangallet e destabilizimit të Edi Ramës, do të vuaj pasojat. Tani, ju përgatiteni, sipas jush, për rotacion, po ndërkohë ju keni njësër problemesh të brendshme për vete. Asnjë problem fare. Kemi vetëm një problem ne Edi Ramë. Po asnjë problem. Do zërat që dalin dhe lëshojnë disa kritika, ndoshta me vend, ju i përjashtoni për shembull. Në asnjë, ne kemi statut që s'përjashtojmë njëri. Ata që duan të largohen vet, pastaj s'kemi ç'i bëjmë ne. Po pse Ervin Saliani u largua vet? Po duhet pyesni atë pse u largua, ç'pun kam unë.
Po nuk është larguar, larguat ju sepse pse ne kemi një seli, bënte takime me demokratët. Po ato se demokratët i takoj vetëm, s'ka takuar me kritika, domethënë demokratët i takoj unë. Je dakord ti me këto forma përjashtimi të njerëzve që thonë të vërtetën? Njerëz që largohen vetë dhe njerëz që gënjejnë nuk është e drejtë rrin aty. Se gënjen ai? Po un kam pasur një debat publik me të dhe gënjen për çfarë? Ja kam vërtetuar. Smerrem unë shumë. Ti e ke për pjesën e avokatit të popullit? Po për shumë çështje, jo vetëm për ato, po në kuptimin e kësaj smerrem me këto sektorën budalliqe, unë merrem me krimin organizuar. Problemet që ka nevojë të rregulloj Partia Demokratike që ai i thot çdo ditë, çfarë problemi kemi? S'keni, gënjen ai që thot. Po cili është problemi? Po pse që nuk është kjo partia asnjë analizë, që su mor asnjë përgjegjësi për 11 majin. Kush tha që s'është bërë analizë? Po su konkludua me vendimarrje prandaj. Kush u tha ju? Unë jam shefi i organizimit të partisë, janë 71 koordinator. Çfarë vendime të forta u morën për shkak të rezultatit 11 maj? A doni ti dëgjoni? Po. Unë jam shefi i organizimit të partisë. 71 koordinator janë shpërndar në çdo deg të Shqipërisë, pikërisht për të bërë analizën të zgjedhjeve dhe të deputetëve të Partisë Demokratike, të kandidatëve. Dhe ky raport ka filluar të konkludoj, pasi ka 4 javë që ka nisur ky proces. Pavarësisht se nxjerrin nëpër media. Ka 4 javë që ka filluar, si s'është bërë. Zgjedhjet brenda Partisë Demokratike do të jenë në prill, siç e ka statuti, ku njerëzit do kenë mundësi të zgjedhin, do kandidojë Klevisi, e duan e votojnë, se duan se votojnë. Ne i kemi me zgjedhje këto punë. Kështu që unë prandaj them që nuk merrem unë me këto çështje boshe që shpiken për dalë gjysore në televizor, unë merrem me krimin organizuar, unë merrem me Edi Ramën. Unë merrem me problemin që është Edi Rama. Jo, po sepse ju do bëni alternativë qeverisë se nëse keni probleme me jush. S'kemi asnjë problem ne. Se ka njëri problem vetin puna vet, punë kemi ne. Unë po flas për problemet që ka Shqipëria, s'merrem me problemet të hallit që ka njëri apo tjetri. Problemi që kemi ne është Edi Rama, kaq. S'merrem unë me çështje të tjera. Ergyes Agasi. Pse Ergyes Agasi është problemi? Ergyes Agasi një zar i rëndomt i tij që kishte caktuar ky atje tek kopshti privat i familjes Rama. Siç e thoshte zëvendës kryeministrit që i dolën të gjitha Arben Ahmeta, qoftë për tunelin e Llogaras, qoftë për Akshin dhe gjithçka tjetër. Bashorti i drejtoreshës krimit kibernetik ishte shoferi i Ergyes Agasit. Çfarë shteti është ky? Çfarë shteti është ky? Këto janë problemet. Un kam hallën e qytetarëve shqiptar që janë sot më të varfrit në Europë. Ndërkohë kanë pasuri të pafundme në Shqipëri. Pasuri të pafundme. Po kanë hajdut që nuk i ka njohur historia ndonjëherë. Që dhe Gaddafi ti shikonte do thoshte kaq shumë nuk vitet. Të kesh 300 apartamente Gaddafi që e morën ashtu siç e morën, nuk i ka pas 300 apartamente. Domethënë për situatën brenda PD-s ti i kënaqur, s'ka asgjë për të rregulluar. Partia Demokratike ka asnjë përgjegjësi nga lart për tu marrë, se poshtë merren gjithmonë, po lart. Jo, përgjegjësi poshtë, cilat janë përgjegjësi që janë marrë poshtë. Mos bëjmë kot klishe. Cila është përgjegjësia që është marrë poshtë? Ne kemi degët më të mira, kemi kryetarët e degëve më të mirë, kemi strukturat më të mira, më qendrestare, kemi strukturat më qendrestare dhe janë demokratët ata që e kanë vuajtur më shumë pushtetin e Edi Ramës, se ti je demokrat sot, hiqesh nga puna, hiqet babai nga puna, gjyshit nuk i jepet pensioni, se ka dhe nga këto raste, çohen deri në gjykata dhe marrin me vite thjesht sepse është i evidentuar si demokrat nga një patronazhist, s'ka masa poshtë. S'ka asnjë masë poshtë. Cilat janë masat që janë marrë poshtë? Zgjedhjet për kupolën lart bëhen në prill. Dhe aty merr mas vetë struktura. Pasi nxjerrim analizën dhe ja u tregojmë gjithë strukturës që kjo është analiza që kemi bërë. Po të ndërkohë që si për ndryshim leadershipit ndërkohë që jo si një i ri, ndoshta për një frym tjetër. Unë si i ri jam kundër drogës. Unë si i ri jam kundër kapjes së sigurisë kombëtare nga Ergyes Agasi. A e dini ju që Akshi dhe drejtoria e krimeve kibernetike janë segmente të sigurisë kombëtare? Dhe sot e drejton Suel Qela me çopjat? Ku është problemi? Se të bëjnë zgjedhje brenda partisë? Që është kjo ngut, zgjedhjet brenda partisë duhet kemi zgjedhje në Shqipëri. Ku janë zgjedhjet në Shqipëri? Për që në alternative besueshme qeverisë. Alternative besueshme dhe qeverisë. Sepse pse i fitoi 4 mandate ai, sepse qytetarët. Dakor, nëse ju mendoni që kur të vjen Suel Qela troket në derë, dhe thotë do votosh tu ose 100% e rezultatit ishte kjo. Po 100% është. 100% e rezultatit është krimi. Shikojeni pak. U arrestua Durim Bami, Valter Bami në Fushkruj në Kruj. Fitoi Partia Demokratike. Po jo, e di ku kërcet se për shembull në ato 2-3 bashki ku ju fituat bindshëm. Atë çfarë ndodhi aty? Nuk kishte ndikim. Për shembull në Kavaj, pse fituat ju? Atë po ju them pra. Atë po ju them. U arrestua Elvis Roshi. Ai, më fal, ky
Se dhe Elvis Roshi, po kaloi me ju pastaj edhe, prandaj se... me kë kalon ai, po unë jam i qartë se kush është Elvis Roshi. Por u arrestua Durim Bami dhe Valter Bami? Kush fitoi fushkurit në Krujë? Partia Demokratike. U arrestuan Bajrat në Shkodër? Kush fitoi në Shkodër? Sa e kishin fituar bashkinë ata?